Përshëndetje të dashur të rinj që na dëgjoni sot. Një nga pyetjet më të mëdha që çdo njeri i bën në një moment të jetës së tij është kjo: pse jam këtu? Cili është qëllimi i jetës sime? Shpesh të rinj ndihen të pasigurt për të ardhmen. Dikush mendon për shkollën, për profesionin, për familjen, për suksesin. Por thellë brenda zemrës së njeriut ekziston një pyetje edhe më e thellë: çfarë kuptimi ka jeta ime? Sipas mësimit të Kishës Ortodokse, njeriu nuk është krijuar rastësisht. Ne jemi krijuar nga Zoti me dashuri dhe me një qëllim të madh. Të jetojmë në dashuri me Perëndin dhe me njëri tjetrin dhe të bëhemi gjithnjë e më shumë të ngjashëm me të. Etrit e Kishës thonë se qëllimi i jetës së njeriu është bashkimi me Perëndin, ose siç e quajnë ata, shenjtërimi. Pra, një jetë që rritet në mirësi, në dritë dhe në dashuri. Shpesh të rinjt mendojnë se duhet ta gjejnë menjëherë drejtimin e jetës së tyre. Por në realitet jeta është një udhëtim. Edhe shenjtorët nuk e kuptuan gjithmonë menjëherë rrugën e tyre. Një shembull shumë i bukur është jeta e Shën Maria Egjiptianes. Në rininë e saj, ajo jetoi një jetë shumë të çrregullt dhe larg Perëndis. Por një ditë, kur shkoi në Jerusalem dhe u përpoq të hynte në kishë, ndjeu se diçka e pengonte. Ajo kuptoi se zemra e saj kishte nevojë për pendim. Në atë moment vendosi të ndryshojë jetën. U largua në shkretëtir dhe për shumë vite jetoi në lutje dhe pendim, duke u bërë një nga shenjtorët më të mëdha të kishës. Historia e saj na tregon se drejtimi i jetës mund të ndryshojë kur njeriu e hap zemrën ndaj Perëndis. Një tjetër shembull shumë i dashur për të rinjt është Shën Paisi. Kur ishte i ri, edhe ai kërkonte kuptimin e jetës. Ai punoi, shërbeu në ushtri dhe kaloi shumë sfida. Por në zemrën e tij ndjente një thirrje për një jetë më të thellë shpirtërore. Ai vendosi të shkojë në Malin e Shenjtë për të kushtuar lutjes dhe jetës me Perëndin. Më vonë u bë një nga shenjtorët më të dashur të kohërave tona, sepse ndihmoi mijëra njerëz me këshillat dhe dashurinë e tij. Ai shpesh u thoshte të rinjve: mos u friksoni për të ardhmen. Kur njeriu vendos Perëndin në vendin e parë, gjithçka tjetër gjen vendin e vet. Por si mund ta gjejë një ri drejtimin e jetës? Kisha na jep disa udhëzime shumë të thjeshta, por shumë të thella. Së pari, është lutja. Kur njeriu lutet sinqerisht, zemra fillon të qartësohet. Lutja nuk është vetëm të kërkosh diçka, por të hapësh zemrën dhe të dëgjosh. Shpesh drejtimi i jetës nuk vjen menjëherë, por Perëndia e udhëheq njeriu hap pas hapi. Së dyti, është jeta në kishë, kur marrim pjesë në liturgji, kur rrëfemi dhe kur kungohemi. Zemra e njeriu të forcohet. Në këtë mënyrë, ne nuk jemi vetëm në udhëtimin ton, por jemi pjesë e një familje shpirtërore. Së treti, është zgjedhja e së mirës në gjërat e vogla të përditshme. Ndonjëherë të rinjt mendojnë se duhet të bëjmë diçka shumë të madhe për të pasur një jetë me kuptim. Por shpesh shenjtëria fillon me gjëra të vogla. Ti je i ndershëm, të ndihmosh dikën në nevojë, të falësh, të mos humbasësh shpresën. Një histori shumë e bukur është ajo e Shën Porfirit, një tjetër shenjtor i kohërave moderne. Ai u rrit në varfëri dhe që në moshë të vogël shkoi në Malin e Shenjtë. Ai nuk ishte shumë arsim, por kishte një zemër të mbushur me dashuri për Perëndin dhe për njerëzit. Ai shpesh thoshte se sekreti i jetës është dashuria. Kur njeriu dashuron Perëndin dhe njerëzit, ai gjen drejtimin e vërtetë të jetës. Të dashur të rinj, ndoshta disa prej jush janë duke menduar: çfarë duhet të bëj me jetën time? Cilin profesion të zgjedh? Ku duhet të shkoj? Këto janë pyetje shumë normale, por sipas mësimit të Kishës, pyetja më e rëndësishme nuk është vetëm se çfarë do të bëhem, por çfarë lloj njeriu do të bëhem. Sepse një njeri mund të ketë sukses, pasuri ose famë, por nëse zemra e tij është bosh, ai nuk do të gjejë paqe. Ndërsa një njeri që jeton me dashuri, me besim dhe me shpresë, mund të gjejë kuptim në çdo situatë. Kjo është arsyeja pse shumë shenjtor jetuan në varfëri ose në vështirësi, por kishin një gëzim të madh brenda tyre. Jeta është si një udhëtim në det. Ndonjëherë deti është i qetë, ndonjëherë ka stuhi. Por nëse kemi një kompas, ne mund të gjejmë gjithmonë drejtimin. Për të krishterët ortodoks,
Ky kompas është Krishti. Kur e vendosim atë në qendër të jetës sonë, edhe kur nuk dim saktësisht se çfarë do të ndodhë nesër, ne dim se jemi në rrugën e duhur. Prandaj mos u friksoni nga e ardhmja. Mos mendoni se duhet I keni të gjitha përgjigjet menjëherë. Hapi më I rëndësishëm është të jetoni çdo ditë me besim, me dashuri edhe me shpresë. Perëndia shpesh e zbulon drejtimin e jetës jo në mënyrë të menjëhershme, por hap pas hapi, ndërsa ne ecim me besim. Dhe ndoshta një ditë, kur të shikoni pas në jetën tuaj, do ta kuptoni se çdo moment, çdo sfidë dhe çdo zgjedhje ju ka udhëhequr drejt qëllimit të vërtet. Të bëheni një njeri I dritës, I dashurisë dhe I shpresës. Në Ungjillin sipas Mateut, Jesusi na jep një përgjigje shumë të thellë për qëllimin e jetës kur thotë: Kërkoni më parë mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e Tij, dhe të gjitha këto do t'ju shtohen. Çfarë do të thotë kjo për jetën tonë? Shpesh ne si njerëz, sidomos në rini, shqetësohemi për shumë gjëra, për të ardhmen, për punën, për suksesin, për atë se çfarë do të bëhemi në jetë. To janë pyetje normale dhe të rëndësishme, por Krishti na mëson se nëse vendosim në vend të parë Perëndinë dhe jetën shpirtërore, atëherë gjërat e tjera fillojnë të vendosen në vendin e tyre. Kërkoni mbretërinë e Perëndisë. Do të thotë të kërkojmë një jetë me kuptim të thellë, një jetë me dashuri, me mirësi, me drejtësi dhe me besim. Do të thotë të përpiqemi çdo ditë të bëhemi njerëz më të mirë, të falim, të ndihmojmë, të jetojmë me ndërgjegje të pastër. Shpesh njerëzit mendojnë se nëse gjejnë sukses, pasuri apo famë, atëherë do të jenë të lumtur. Por shpesh ndodhe kundërta. Njeriu mund t'i ketë të gjitha këto dhe përsëri ndihet bosh. Krishti na tregon një rrugë tjetër. Nëse zemra e njeriut është e lidhur me Perëndinë, ai gjen paqe dhe kuptimin edhe në mes të vështirësive. Kjo është arsyeja pse shumë shenjtor të kishës, edhe pse jetuan në varfëri ose në prova të mëdha, kishin një gëzim të brendshëm, që nuk mund ta merrte askush. Ata kishin gjetur atë që Krishti na mëson në këtë varg, që qëllimi më I madh I jetës nuk është vetëm të arrijmë gjëra në këtë botë, por të ndërtojmë një jetë që ka vlerë edhe për përjetësinë. Prandaj ky varg nga Ungjilli është si një drejtim për jetën. Ai na kujton se edhe nëse vendosim Perëndinë në vend të parë, në mendimet tona, në zgjedhjet tona dhe në mënyrën si jetojmë, atëherë rruga e jetës fillon të bëhet më e qartë. Të dashur të rinj që na dëgjoni, dua t'ju tregoj historinë e Shën Mojsiu Etopianit. Jeta e tij na tregon se askush nuk është I humbur dhe çdo njeri mund të gjejë një drejtim të ri në jetë. Shën Mojsiu nuk ishte gjithmonë një njeri I shenjtë. Përkundrazi, në rininë e tij ai kishte një jetë shumë të ashpër dhe të errët. Ai ishte një njeri shumë I fortë fizikisht. Për shkak të karakterit të tij të egër, u bë pjesë e një bande hajdutësh në shkretëtirën e Egjiptit. Ai grabiste njerëzit, bënte dhunë dhe shumë njerëz kishin frikë prej tij. Për shumë vite ai jetoi në këtë mënyrë, duke menduar vetëm për forcën dhe për pushtetin. Por thellë në zemrën e tij kishte një bëshllëk të madh. Dhe pse ai dukej I fortë nga jashtë, shpirti I tij nuk ishte paqe. Një ditë ndodhi diçka që gjithçka ndryshoi. Pas një konflikti me njerëz të tjerë, Mojsiu u detyrua të arratisej për të shpëtuar jetën. Në këtë arratisje, ai u fsheh pranë një manastiri në shkretëtirën ku jetonin murgjit. Ai filloi të shikonte jetën e tyre. Ata jetonin në paqe, në lutje dhe në heshtje. Nuk ishin armë, nuk luftonin, nuk kërkonin pasuri. Kishin vetëm besimin në Perëndinë. Kjo gjë e preku shumë zemrën e Mojsiut. Ai filloi të mendojë: si ishte mundur që këta njerëz kanë jetë kaq të qetë dhe të lumtur, pa pasur asgjë? Pak nga pak ai filloi të fliste me murgjit dhe të dëgjonte për jetën shpirtërore. Ai dëgjoi për dashurinë e Perëndisë, për faljen dhe për një jetë të re. Për herë të parë në jetën e tij, ai ndjeu se edhe ndoshta për të kishte një rrugë tjetër. Mojsiu mori një vendim shumë të vështirë. Ai vendosi ta lë jetën e vjetër dhe të filloj një jetë të re me Perëndinë. Ai u bë murg në shkretëtirë. Por ndryshimi nuk ishte I lehtë.
Për shumë vite ai luftoi me zakonet e vjetra, me zemërimin dhe me kujtesat e jetës së tij të mparshme. Ndonjëherë ndjej i dobët dhe mendonte se nuk mund të bëjë kurrë një njeri i mirë. Megjithatë, ai nuk u dorëzua. Ai lutej shumë, punonte shumë dhe kërkonte gjithmonë falje nga Perëndia. Me kalimin e viteve, zemra e tij filloi të ndryshojë. Njeriu që dikur kishte friksuar të gjithë, u bë njeri shumë i përullur dhe i butë. Ai ndihmonte të tjerët, këshillonte njerëzit dhe fliste gjithmonë për mëshirën e Perëndisë. Murgjit që e kishin njohur dikur si njeri të egër, tani shikonin tek ai një njeri plot paqe. Ai u bë udhëheqës shpirtëror për shumë njerëz që vinin tek ai për këshilla. Ka një histori shumë të bukur nga jeta e tij të dashur dëgjues. Një ditë murgjit po gjykonin një vëlla që kishte bërë një gabim dhe e thirrën edhe Mojsiun për të marrë pjesë në gjykim. Në fillim ai nuk donte të shkonte, por në fund ai shkoi. Ai mbante mbi shpinë një thes me rër që kishte një vrim dhe rëra binte gjatë rrugës. Murgjit e pyetën pse po e bënte këtë. Ai u përgjigj me shumë përullësi. Mëkatet e mia po bjen pas meje dhe unë nuk i shoh, ndërsa po vi këtu për të gjykuar mëkatet e një tjetri. Kur murgjit dëgjuan këto fjalë, ata u prekën shumë dhe falën vëllain që kishte gabuar. Të dashur dëgjues, kjo histori na mëson një gjë shumë të madhe. Njeriu që kishte qenë dikur grabitës dhe i dhunshëm, ishte bërë një njeri i mbushur me përullësi dhe dashuri. Jeta e Shën Mojsiut është një dëshmi se drejtimi i jetës mund të ndryshojë plotësisht. Nuk ka rëndësi se nga vim apo çfarë gabimesh kemi bërë. Ajo që ka rëndësi është drejtimi që zgjedhim nga ky moment e tutje. Për këtë arsye, historia e tij është shumë e rëndësishme për të rinjt. Ndonjëherë mund të bëjmë gabime, mund të humbasim rrugën, ose mund të ndjehemi sikur jeta jo nuk ka drejtim, por gjithmonë ekziston mundësia për të filluar përsëri. Perëndia nuk shikon vetëm të kaluarën tonë. Ai shikon zemrën tonë dhe dëshirën tonë për të ndryshuar. Dhe ndoshta kjo është një nga përgjigjet më të bukura për pyetjen që po diskutojmë sot. Qëllimi i jetës nuk është të jemi të përsosur që në fillim, por të ecim çdo ditë drejt dritës dhe drejt dashurisë së Perëndisë. Të dashur të rinj që na dëgjoni, ndërsa po i afrohemi fundit të këtij emisioni, le të ndalemi për një moment dhe të mendojmë përsëri për pyetjen me të cilën filluam. Pse jemi këtu dhe cili është qëllimi i jetës sonë? Kjo është një pyetje që çdo njeri e bën në një moment të jetës. Ndoshta kur jemi të rinj dhe po kërkojmë rrugën tonë, ndoshta kur përballemi me vështirësi, ose kur ndijmë se diçka në zemrën tonë kërkon më shumë se ajo që na ofron bota. Bota shpesh na thot se qëllimi i jetës është suksesi, fama, paraja ose pushteti. Por historia e shenjtorëve dhe mësimi i kishës ortodokse na tregojnë diçka shumë më të thellë. Qëllimi i jetës nuk është vetëm të arrijmë gjëra në këtë botë, por të bëhemi njerëz të dritës, të dashurisë dhe të së vërtetës. Jeta është si një udhëtim i gjatë. Ndonjëherë rruga është e qartë dhe e bukur, por ndonjëherë ka edhe mjegull, pengesa dhe kthesa të papritura. Në ato momente mund të ndihemi të humbur ose të pasigurt për të ardhmen. Por një gjë është shumë e rëndësishme të kujtojmë. Ne nuk jemi vetëm në këtë udhëtim. Perëndia është gjithmonë pranë nesh, edhe kur nuk e kuptojmë. Ai e di rrugën tonë, ai e di zemrën tonë, dhe ai dëshiron të na udhëheqë drejt një jete me kuptim. Ndoshta sot disa prej jush po pyesin veten: çfarë duhet të bëj me jetën time? Cilin drejtim duhet të zgjedh? A do ta gjej ndonjëherë rrugën time? Këto janë pyetje shumë të bukura dhe shumë të rëndësishme. Por ndonjëherë përgjigjet nuk vijnë menjëherë. Drejtimi i jetës zbulohet shpesh hap pas hapi, ndërsa ne ecim përpara me besim dhe shpresë. Ndoshta hapi i parë është shumë i thjeshtë. Të përpiqemi çdo ditë të bëhemi pak më të mirë, të jemi më të duruar, më të ndershëm, më të dashur ndaj njerëzve përreth nesh. Sepse në fund të fundit, ajo që e bën jetën të bukur nuk janë vetëm arritjet e mëdha, por zemra që mëson të doj, të fal dhe të shpresoj. Të dashur dëgjues, historia e shenjtorëve na tregon se njerëzit më të ndritur nuk ishin gjithmonë të përsosur. Edhe ata kishin vështirësi, dyshime dhe sprova.
por ajo që i bëri të veçantë ishte se ata nuk e humbën kurrë besimin dhe drejtimin e zemrës së tyre drejt Perëndisë. Edhe ne mund ta bëjmë të njëjtën gjë. Ndoshta nuk jemi të thirrur të bëjmë gjëra të mëdha në sytë e botës, por secili prej nesh është thirrur të bëjë diçka shumë të rëndësishme, të jetojë me dashuri, me drejtësi dhe me besim. Sepse çdo herë që ndikojmë dikë, çdo herë që falim, çdo herë që zgjedhim të mirën, edhe kur është e vështirë, ne po ecim drejt qëllimit të vërtetë të jetës. Edhe ndoshta një ditë, kur të shikojmë pas në rrugën tonë, do të kuptojmë se Perëndia ka qenë duke na udhëhequr gjatë gjithë kohës, edhe në momentet kur ne mendonim se ishim të humbur. Prandaj, mos u friksoni nga e ardhmja. Mos mendoni se duhet I keni të gjitha përgjigjet sot. Jeta është një rrugë që zbulohet me kohën. Mbani besimin në zemër, ruani shpresën dhe përpiquni të bëni mirë çdo ditë, sepse njeriu jeton me dashuri, me besim dhe me dritën e Perëndisë në zemër. Ai kurrë nuk është I humbur. Dhe ndoshta, kjo është përgjigjja më e bukur për pyetjen tonë. Qëllimi I jetës është të ecim çdo ditë më afër Perëndisë dhe të bëhemi njerëz që të sjellin dritë në botë. Të dashur dëgjues, duam të ndajmë me ju një njoftim për të gjithë të rinjt. Ju ftojmë të bashkoheni në aktivitetet tona javore te Katedralja Ortodokse Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Ditën e hënë, në orën 18, kemi studimin biblik. Një orë për të mësuar, diskutuar dhe reflektuar mbi shkrimin e shenjtë. Një hap drejt thellimit të besimit ton. Ditën e enjte, në orën 18, kemi ftesë me temë shpirtërore. Ku çdo të enjte, kemi të ftuar special që flasin për përvoja personale dhe çështje shpirtërore. Dhe ditën e diel, ashtu sikurse është bërë tradit, pas liturgjisë hynore, takohemi në sallën e rinisë për biseda, aktivitete që ndërtojnë lidhje shpirtërore dhe misi të reja. Të gjithë të rinj janë të mirëpritur. Mos u humbisni mundësinë për të rritur besimin dhe për të njohur miq të rinj. Të dashur dëgjues, ju falenderojmë që ishit bashkë me ne sot. Mirupafshim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim.